SBA ka zgjatur anëpushimi me Iranin, por mbetet e paqartë nëse kjo do të çojë në negociata reale apo në përshkallëzim të ri të konfliktit. Nga këndvështrimi amerikan, marrëveshja lidhet me plotësimin e 15 kërkesave, ku më të rëndësishmet janë ato të dorëzimit të uraniumit të pasuruar, heqja dorë nga pasurimi i mëtejshëm e po ashtu hapja e ngushticës së Hormuzit pa tarifa tranzite. Nga ana tjetër, Irani kërkon garancia fatgjata që SBA dhe Izraeli të mos e sulmojnë më, si dhe zhbllokimin e aseteve për heqjen e sanksioneve. Të dyja palët duan ta paraqesin çdo marrëveshje si fitore politike, por historia e negociatave për programin bërthamor iranian tregon se ato janë shumë të vështira. Sipas raportimeve, Washingtoni ka kërkuar që Irani të heqë dorë nga pasurimi i uraniumit për 20 vite, ndërsa Teherani ka ofruar vetëm 5. Për Donald Trump, një marrëveshje e re duket shumë e fortë nga ajo e cila SBA u tërhoq në vitin 2018. Ndërkohë, Irani duket se ka kuptuar se kontrolli mbi ngushticën e Hormuzit mbetet arma e tij më e fortë e presionit. E nëse anëpushimi vazhdon pa një marrëveshje paqe, bllokata në Hormuz do të mbetet me pasoja serioze për ekonominë botërore, pasi do të pengohet transporti i naftës dhe gazit nga vendet e gjirit. Kjo do të rëndonte krizën e karburanteve, do të ushqinte inflacionin dhe do të rriste presionin mbi SBA dhe në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, SBA po përdor gjithashtu bllokadën si mjet të fortë financiar ndaj Iranit. E nëse negociatat dështojnë, rreziku i kthimit të luftës mbetet shumë i lartë, me kërcënime për sulme të reja, bllokada detare dhe përfshirje më të gjerë rajonale.